Duhet keni kujdes nga mishi i pulës se ka ca kohë që ka dalë me salmonela, ose të paktën kështu po na thon lajmet. Jo më njihni deri tash besoj. Unë besoj gjithmonë të na sjellën aty që thon lajmet. Gjithë pulat pak a shumë, pothuajse gjithë pulat le të themi që do shihni në marketet shqiptare janë mall importi, nuk janë produkt shqiptar. Siç është gjithçka tjetër në Shqipëri, asnjë gjë nuk prodhohet këtu, nenat pa aftë më sa duket. Kush ju siguron ju që është i vërtet ky lajm i salmonelës dhe nuk po e bëjnë sepse ka mungesë pulash? Mos gaboj ky lajm i salmonelës, është një gjë që e kam dëgjuar vit për vit, ja 10 vitet e fundit. Ka ndodhur vit për vit. A nuk i shkon mendje që gjatë kësaj periudhe të vitit ka mungesë pulash market, ka mungesë importi pulash. Çfarë pret të thotë qeveria aty të vërtetën, ka mungesë pulash. Nuk mund ta thonë të vërtetën. E marrim mend çka ka ndodhur Covid, gjatë Covidit, nëse marrim mend ka pas dalë Lalieri aty dhe ka thënë gjën e vetme që ka thënë sakt në jetën e vet. Doli aty tipi dhe tha do ketë mungesë në markete, do ketë mungesë stoku se nuk kanë si furnizohen, janë mbyll kufit. Çfarë duhet bëni ju? Ju thash mos shkoni me blesi budallëj, do të bleni në mënyrë të racionuar, ndryshe do rrisin çmimi marketet. Çfarë bëm nesh normale ai që pritet bëj populli. U futëm gjendë paniku direkt, mendum se do marrojnë ushqimet, shkum blem si budallëj edhe u rritën çmimet. Duhet kuptoni që nëse ka më vërtet mungesë pulet, nuk mund t'ju thonë që ka mungesë. Ju do shkoni me vrap të marketit, do marroni pulat. Edhe atëherë do ketë mungesë pastaj. Kështu që se di për ju, po ky lajm i salmonelës nuk më duket si vërtet. Më duket se diçka që ka ndonjë sepse ka mungesë pulash. Çfarë duhet bëjmë ne? Duhet shkojmë blejmë gjithë pulat. Poshtë qeveri